Nëse një grua do të ndahet nga burri për shkak që nuk mund të adhurojë më për shkak të pakënaqësive të tepra që ai ka sjell në familje dhe ajo që do të ndahet, mirë po burri nuk është dakord me u nda, me të mirë, siç kam dëgjuar nga një orë që thotë gruaja duhet i kërkojë burrit shkurorëzimin në këtë formë për hir të Zotit më shkurorëzo. Çfarë duhet bëj gruaja në këtë rast? E para, nuk ekziston kjo forma për hir të Zotit më shkurorëzo, nuk ekziston në Islam. Shkurorëzimi në Islam është dy llojesh. Shkurorëzimi që vjen nga burri dhe burri ka drejt 3 herë. Shkurorëzon një herë dhe është një kohë pritje, afërsisht 3 muaj që duhet të presin se ndoshta ftjellohet apo burri apo gruaja. Në momentin që ftjellohen brenda afatit, ide që quhet, kthehen edhe një herë në kuror dhe s'ka nevojë për nikah as për asgjë. Nëse e ndan për herë të dytë, atëherë prap e njëjta punë, 3 muaj afërsisht, pra 3 pastrime pritje, dhe nëse kthehen brenda 3 mujoshit ose kësaj 3 kohë pastërtisë, atëherë konsiderohet kthim i saktë dhe nuk ka nevojë për kurorëzim të ri, për celebrim të ri. Nëse e ndan pastaj për herë të tretë, prap duhet presit 3 pastrime, por nuk lejohet më bashkimi me këtë burr. Duhet ndodhi patjetër ndarja. Nëse martohet me dikë tjetër dhe ndahet prej tij, i lejohet të kthehet edhe një herë me kuror tek ky që ka pas. Kjo është kur ndarja ndodh nga burri, ndërsa kur ndarja ndodh nga gruaja është një ndarje. Për shembull, thotë gruaja burrit do të ndahen prej teje. Po pse? 1, 2, 3, 5, 15 arsye të sakta, të pasakta etj. Nuk lejohet që gruaja të ndahet pa arsye të saktë. Pa arsye të saktë nuk lejohet. Po e rëndësishme ishte arsye saktë. Dhe i tha burri, po dakord. Këtu kemi të bëjmë vetëm me një pritje, dhe kjo ndarje quhet ndarje e përhershme. Po mirë. U nda burri me gruan me kërkesën e gruas, dhe u bë pishmon më vonë, ose burri ose gruaja. Si bëhet? Kthehen me celebrim të ri, me kuror, me nikah të ri. Pra e bëjnë dasmë sikur më qenë nga fillimi. Qofse ndarja ka ndodhur nga ana e kujt? Nga ana e gruas. Po nëse ndodh prap, e zën prap gruaja kërkoi ndarje, mas 5 vjeç, lujti menç, prap. Tha duhet ndahem, dhe ky tha dakord, ndahu. Pritit 3 muaj, pastaj gjithë secili punë vetë në sa vet. Dhe mas 6 muajsh u bën pishmon të dy prap dhe u martuan prap me nikah të ri. Vazhduan kështu bashkë edhe 7 vjet tjera, dhe i tha kjo prap ndaj, tha. Ky tha, dakord, e ndamë. Sa ka drejt, s'ka kufi. Ndarje nga ana e femrës, s'ka kufi dhe kufizim. Mund të kthehen prap deri në ditë kiametit. Ndau, martohu. Ndërsa kur ndarja ndodh nga ana e burrit, nuk mund të ketë kthim vetëm se 2 herë. Nëse ndan prapë për herë tretë, mbaroi historia. Normalisht që në ndarjen nga ana e burrit ka edhe 2 kushte të tjera që janë sipas mëdhëbeve, por në mendimin më të saktë është fakti që gruaja duhet të jetë e pastër, në pastërti, dhe kushti i dytë nuk duhet të jetë pastërti në të cilën burri në të ka bërë marrëdhënie seksuale. Pra nëse është pastërti që burri në të ka bërë marrëdhënie seksuale, quhet talak bidati, dhe kemi një mendim që thotë vlen, dhe kemi një mendim që thotë zlen, dhe ky është më i saktë. Nëse e ndan gruan kur ajo është në demonstracione për shembull, ky quhet talak bidati sipas terminologjisë fikut. Kemi një mendim që thotë vlen dhe kemi një mendim që thotë zvlen, dhe më saktë është që nuk vlen. Pra gruaja kur ndahet duhet të jetë e pastër, dhe në këtë pastërti nuk duhet të ketë kryer marrëdhënie seksuale. E nëse ka kryer marrëdhënie seksuale, atëherë talaku nuk bie, talaku nuk vlen.